E ngarkuara me punë ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Nancy Van Horn ka zhvilluar takime me kryetarët e grupeve parlamentare të Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste. Van Horn, përmes një postimi në Facebook, ka ndarë foto nga takimi me Tauland Ballën dhe Gazmend Bardhin. Ajo ka zhvilluar takime të ndara me dy krerët e grupeve parlamentare. Gjatë takimit, Van Horn ka theksuar se dialogu konstruktiv dhe liria e fjalës janë shtylla të institucioneve të forta, politike. E ngarkuara me punë, Nancy Van Horn u takua këtë javë me kryetarët të grupeve parlamentare për të dëgjuar planet e tyre për të përmbushur pritshmëritë e popullit shqiptar. Ajo theksoi se dialogu konstruktiv dhe liria e fjalës janë shtylla të institucioneve të forta politike. Ambasada e Shteteve të Bashkuara mirëpret bashkëpunimin me përfaqësues nga gjithë spektri politik, aty ku interesat tona përputhen në çështjet e sigurisë dhe mirëqenies së ndërsjellët, ka shkruar ambasada amerikane.